Tregon Ebu Hurajra radhiyallahu an se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka porosit shumë për hizmeçart. Shumë porosia ka dhënë për hizmeçart. Dhe kjo vëzhgoj është më në mend, kjo ju duhet. Sot bota po jeton krizën e njerëzillëkit. Ka humb njerëzillëki. Janë të dash njerëzit me bë hajvana. E bën njerëzit kafsh, bakti. Mos menu pos me epsh, edhe ego, edhe çejf. S'ka Allah, s'ka pejgamber, s'ka moral, s'ka familje, s'ka nder, s'ka më të kuq ftyra. Shikoni një lloj emisioni degradues. Lloj emisioni këtu në Kuqi kemi na, në Kosovë, Shqipëri. Nga emisionet më të poshtra që ekzistojnë. Nga emisionet më të liga që ekzistojnë. Zina apo në televizor. Zina apo në televizor. Apo dhe ata mundohen me, andaj duhet muslimani me e ditë se pejgamberi alayhi salatu wasalam është i vetmi burim ku njerëzit nëse kthehen pshtojnë, po nuk u kthin shkun. Na ket kena mu shkatru nëse nuk i kthejna Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kjo është gjë e prerë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam shikoi këtë kategori dop, që kur kush folbe për ta. Kur kush folbe për ta. Dalin neve na vajnë konferenca të drejtat e punëtorit, apo e të drejtat e punëtorit e dini, një maj dhe 2 maj. E tash si vjet kam ju nga trupa, dikush ka me festu Bajramin atje. E 1 maj e 2 maj, çka vajnë ana për punëtorët? Shkojnë festojnë. Ai kur s'punon, s'ka kur far drejtë shkojnë feston. Dalin flasin për punëtorët. Ai sa jep punëtorit dorën e vet. Sa punëtori si a di shefi dorën, çish e ka dorën shefi vet. Nërsa Muhamedi alayhi salatu wasallam e shëtit këni vajzë e vogël e Medinës. Tregon Ebu Hurajra radhiyallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, nëse vjen hizmeçari njërit prej juve, edhe ja bjen ushqimin, nëse nuk e ul me hangër me ta, le t'ja jape 1 apo 2 pjesë të enve të ushqimit. Ka thënë apo 1 kafshat apo 2 kafshata, sepse ai e ka 1 zjarmin e ati e Meki, edhe aj e ka përzije. Në të kaluarën, hizmeçari që ka bo? Hizmeçari e ka bo ushimi, këtë aj e ka bo, e ka përzije për këtë familje. Ka shko e ka morë, ku e ka pos venin ushimi, e ka përgadit, edhe ka prue shefit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka ditë traditën e arabëve. Që ka thënë? Kur t'ja u bere juve hizmeçari bukën, e t'ja japeni kafshat, apo 2 kafshata. Apo para kësaj ka thonë të ullet e të haje me ta. Mi thonë, ullu dhe ti, a këtu me neve. Se ka dash me thi kibrin, me thi krye lartësi. S'ka krenetësi për para Allahu te bareke, për para Allahu te bareke wa teala. Ka thonë djetarët, qëfar i bje, aje ka 1 zjarmin edhe e ka përzije. Ka thonë, sepse aje kër e ka përzije, a ki po njeri kër e ban një mekin, aje disa i shishtë aki, e disa i mira, a hizmeçari e ka bo hazër. Edhe ai këta ka bo, ka ndodh për shembull, ka ndodh, e ka thonë leje je Mekën dhe dil jashtë. Ç'të kanë bërë? A e bane po, leje dhe dil jashtë. Ç'u ndodh plotve? Plot punojnë për restorana, musliman, e kështu me radhë, punojnë për firma të ndryshme, edhe ndodhin gjëra të liga. Apo a e prunë ti po? As tash. Si ka mundsi? Andaj tha alayhi salatu wasallam, fa innahu wali harraha. Aja ka 1 bezarmin e asaj, aja ka 1 erë, i ka shku aroma në hundën e vetë. Domthon, ajo është i lidh për atë haje. Ajo është i lidh për atë haje, ka thënë edhe ai e ka përzije. Ai ka mbledh letet, ai di çka ka shtia ti ushqim. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, mos e refuzoni hizmeçarin. Nuk ka me marrë me hangër me punëtorin tambuk. Nuk ka marrë me hangër me argatin tambuk. Se ti e njeri a njeri. Apo ti me dek, hajtë të me të voros. Ti me dek i pari, hajtë të me të voros. Kush ka me të voros? Apo, andaj Allahu Gjellivala e bani Muhamedi alayhi salatu wassalam ndër modelet më të larta për trajtimin e hizmeçarëve dhe argatëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka edukuar njërin prej sahabëve të vet në majën më të lartë të edukimin çështën e hizmeçarit. Tregon Ma'rur ibn Suwaid, thot e kam takuar Ebu Dherrin në Medinë. Mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot e pash e kish pas një hizmeçar. Ai hizmeçari vet i shkon i vesh si ky, si zotnia, si hizmeçari. Ky sa kanë zakonshme. Patjetër do të budallu hizmeçari. Se ka lënë mu vesh si zhvesh zotnia. Andaj Ebu Xhelli kur është revoltu kundër Bilalit, edhe Umej ibn Khalef, çka kanë thënë? Ka thonë çishbe, Bilali ka mu vesh si una, na nisojnë islama. Po, nisoj këne mu vesh.
Jo veç njësoj, a i ka me thirë e zanin, ka me dal imam, ti kemi nejtë për masatina. Kështu është. Apo? Andaj, Harun e Rashidi, kër u bo khalife i muslimanve, ka qenë prej nipave t'Ibni Abbasit, edhe i veti ato o gjallarët edhe ministrat që i kishtë nga të vetës, edhe i tha, a veç të o gjallarë shka pi përmenni, s'pi njo kush jam, se o ka njeri që i ka njo familje. Ka thonë për ma përmenni Hasan el Basriun, për ma përmenni Ata el Khurasani, Ata ibn Abi Rabah, kush jam be që të se, s'pi njo fune, s'po janë këtë të arabve, apo, atëre, cila ishte përizja që ja dhanë? Qëka i thanë? Thanë, o khalife, o prisi muslimanve, këto arabët ja ka njësë të lasdruë, e kanë lanë kërkimin e ilmit, e kanë lanë kërkimin e punës, së janë të i ba hizmet Kur'anit dhe hadithit, e i ka qua Allah dhe hizmeqar, pi persianve romagve, e kanë mësu Kur'anin, e kanë mësu hadithin, edhe janë ba o gjallar, edhe pi prinë muslimanve. E Allah u janë nuk ban padrejtësi. Andaj Omar Khattabi, radiallahu an, shkojnë një ditë Mekë, mi përcjell guvernator të vetë, edhe që kishte në punën e vetë, ishin në punës të Omerit, ama në vendin e vetë ishte komandant, kryetar. Edhe shkojnë Mekë, tha kanë e kini këtu kryetar, a jetike kanë e ka, i thanë filani, biri filani. Apo, tha si jeni me ta shumë të knasht, edhe fillu me lavdruhe. Tha s'penjove ku shoki, a je njefte. A tha, i thanë, nëse e ki për qëllim për Arabve, so për Arabve ki. Se ki, so është familje madhe. Atër e tha Omar Khattabi, radiallahu an, inna Allahe le jadau bi hadha l'Qur'ani aqwaman wa jarfa'u bihi akharin. Allahu me këtë Kur'an i rëzon do njerëzi edhe i hip do tjerë. Ti nëse se njef Kur'anin, se njef hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'mund është më kanë prisi muslimanëve. Apo, s'mund është më kanë prisi muslimanëve në çka duçesh pretendosh. Ti në këtë dunja. Ti nëse njëri ti thua, unë jam doktor, pse? Se kabilja ime është shumë e madhe. Punë e madhe thon. Ti si doktor kur? Edhe më kanë, edhe me pas babë babgjish doktor, nëse si për një me doktor, s'bash doktor. Andaj çka thonë Khattabi, edhe nisi me kajt. Tha Allahu xhelalu ala me këtë Kur'an. Por ki e di Kur'anin, ç'a më bë? Rob, i ka dal guvernator i Mekës u kanë. Kryetar i Mekës, radiyallahu anhum wa ardahum. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e mësoi Ebu Dherrin, kur e pa Ma'ruri, tha e pash me hizmeçarin e vet ishin vesh njësoj. Su kanë e zakonshme. Apo, por çemu ti më shku sot me një firmë, ku dush. Ti më një herë dallon shefin, rrall, përveç kanë ka mëshiru Zoti. S'munësh me dikun s'e dallon, se është të punuaj si ta, apo e ka veshjen modeste. Zakonisht e dallon, ka zyrën e veçantë, ka teshat e veçanta, edhe i ka qerat e veçanta ai. Ai edhe ftyrën e ka të veçantë. Ai edhe mundohet e ke kur të japin dorën, të jap një cop dorë veç. Sa i dora me apre gati dorën, di çfarë do të thon? Çfarë do të thon me ta prek dorën? Allahu alem sa dorën as i dorë ka me djeg xhenem. Allahu na rujt nga zjarri i Zotit xhel xhelalu. Thotë unë u çudita. Edhe i thash, o e badher, se venisoj ki izmeqari mu vesh me ti? Ky o izmeqar, ti je sahabe i pejgamberit alayhi salatu wassalam. E çka i tha Ebu Dherri? Tha e patasha një herë në kohën e pejgamberit një rob. Apo, e din rastin me Bulalin kur e ka shah? Thotë e patasha një rob. E pejgamberi alayhi salatu wassalam më tha mua, ja Ebu Dherr, e ajartahu bi ummih. O Ebu Dherr, a me nane ke shah? Një ditë për ditë janë kacafit Bilali me Ebu Dherrin. Kanë rokë. Edhe mes fjalive kini pa njëzit, kur të hupin kontrolën, e dini. Edhe i ka thonë Ebu Dherri jo kon familjarë, kon pi arabve. Edhe pi fisit e Khifar. Edhe i ka thonë Bilali rob, i zi. Edhe i ka thonë, hedz me se nanën e kitë zezë. Bilali kur s'ka ditë musha, se kon njeni modest, nuk ka pas kipo. Rob ka lindë, rob ka jetue. Apo desa e ka liruë Ebu Bakr Siddiku. Edhe u ka mërzit në rregull. Ato sahabë që e kanë bëj, kanë thonë jashtu e ngushtoj valla njëri. I tha nanën e kitë zezë. Edhe kur ka thonë thirrë Ebu Dherrin, i ka thonë Ebu Dherr, shikoj më sa një herë ka vërtetu. A e ke shoh me nan? Që ta morë pojën piktina. Atë i ka thonë pojën sonë. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë ti kanë një njeri ala pas ke xahiliet. I ka thonë Ebu Dherri, ja Rasulullah, ala kiberin? Ala unë të kom plak gjahila? Ka thonë po. Shikoj Ebu Dherri është Ebu Dherri, a di që ke Ebu Dherri tash për t'ju tregu sa i madh, a më përmësam drejtësinë e do. Plus e ka shah Bilali.
Pejgamberi i ka dalë sahabëve për ditëve. Edhe i ka thënë, a ka dikush qef për juve me ditë që shukon Isai alayhis salam? Isai, pejgamberi i Zotit. Kush s'ka qef? Mi pa pejgamber. Isai, në emër të Isait, sot i kena 5 miliard njerëz në botë. E sa miliard janë qenë më herë. Ndallash ama. Se njohin Isai alayhis salam, ai shkon djali i Zotit, shkon pejgamberi i Allahut xhellahu ala. Ka thënë, a ka qef dikush me pa Isai që shu duk? Po. Atë ka thënë, po ja Rasulullah. Ka thënë këshirën e Abu Dharrin. Që shtu duket ai. Shiko, e çiki njeri kur e ka sha Bilalin, i ka thënë o Abu Dharr. Alave ti pas ke cokakit. Alat udhët pas kanë me disa karaktere. Ai tha ja Rasulullah, move se plak. Çishbe musliman, plak apo njëri thot e ka për shembull 70 vjet, po 70 vjet mundesh mi pas 70 ignoranca. Edhe sa për njerëz rritën mosh, po s'ndryshon ai. S'ndryshon ai. Ai thot që 20 vjet falna, po që 20 vjet falësh një karakter se ke ndruar. Që 30 Ramazane ja xheron subhanallahu alazim, një gjunasën e lajna, një gjusën e së në ndalna. Pse? Sepse s'ta kalon shenj as namazi, as Ramazani, as vepra e mirë. Andaj veprat e mira du të me shku në zemër dhe me punu dhe me dal në karakter. Pastaj i tha ikhwalukum, khawalukum. Tha vllaznit e juve mërë janë këto. Bilali a vllai jot. Kjo muezini jam vllai jot. Këtu ka ardhur, thotim në Haxh Asqalani u ka drejtu këtë dhe shaka në rob, edhe i zbeqar. Vllaznimër i ikhwalukum, khawalukum. Ka thonë vllaznit e juve janë këta. Pastaj janë shërptor. Ai shërptori jot, ai punëtori jot. Mirë, para se më kam punëtor, as e ka lind nana. As ka dhaj ndjenja, as ka dhaj lot, as ka dhaj emocion, as ka dhaj gruje, as ka dhaj fëmi. Si ka mundësi njëri si hajvan me trajtu ata? Apo, s'ka mundësi, çka tha alayhis salam? Ikhwanukum, një vllazni i keni një herë. Pastaj i keni hizmeçar. Ai s'ka lind pi çille hizmeçari jot. Jo me ka dal njëri një herë. Pastaj çashtu ka qillu kaderi me ti më kon shef, njëri më kon shef, njëri më kon punëtor. Pastaj tha alayhis salam, ja'alahumullahu tahta aydikum. Allahu ja u ka bëu juve nën pushtet. Ha? Kush ta ka bëu punëtorin punëtor? Kush i ka bëu shefin shef? Allahu xhel xhelalu. Sa mos samo imajim se aja? A e dini mbodh vëzër? Sa njeri 2 gram men si ka, apo 20 veta me magistraturi punojnë shërbim. Apo? A 2 gram men si ka. Ama ato në punëtor, këti ka, a i ka parë, i ka qua Allahu pare, edhe shkoj thotë, sot jam a i shkollumi që të po, bjema qëtu, punoj qëta, bjema tjetërin, që, dhe i dini, shumicet e postëve, qëfar njerëzi janë? O 2 fjallë ma i si di, oti. A i 2 fjallë nuk i di, a i dhe letra i përzijet. Edhe atletit të lezoje, mëse i thoni, o, ka dali se ja huqe letrës. Analfabeta, ama ka poste. Kush e ka ba atin post? E kanë ba kush? Tha Allahu te bareke ve teala, Allahu ja ka vënë në durrë të juve. Allahu ja ka vënë në durrë të juve. Bilali, me gjithë ka në rob. Apo, pejgamberi sa mi ka thënë, o Bilal, i kum ni nallët e tua në xhennet. Rob. Apo, e ai çka ka pasur rob? Ai shefi ka dek i vram luftën e Bedrit Qafir. Që ka ba Allahu xhelal. O rob i ka thënë, o Bilal, ka zonë me shka jetu bo, se jam të të një në gjennet. Më ka zoj Allah, që e Bilali të e të gjennet. Ka zonë me shka jetu bo. Ka thonë, Rasulullah, si kitë muslima. Ka thonë, vetë se kam një sërë që i marë avdes, i fali 2 reqatë. Ka thonë, që kjo, Bilal. Dhe kibi roba ma është në gjennetin Allahu gjennet. Allahu në vafi gjennet livi, ya Rabbel Alamin. Thot për nga mberi a.s. Allahu ka vendos juve në shërbimin e juve. Fe men kana e khuhu tahte jedihi, fel jut'imhu mimma yakulu. Ka thonë për nga mberi a.s. Kush e ka vlavin e vetë, shiko, vlavin e vetë, nën hizmet, aja është hizmeqari vet, ka thonë leta usheje, pi asaj shka vet ha. Leta usheje, qatë ushim shka e ha ti? Se harap të kanë pas, atë ushimi shka e ha shefi, zotnia, i pari, se ha robi ata. Jo, marët ti ati që ka mejtë diqka. Apo? Jo, tha, hani pi asaj, jepni mu hangë pi asaj shka hani ju, dhe ledveshet pi asaj shka vesheni ju. Ledveshet pi asaj shka vesheni ju, wala tu kellifuhum ma jëglibuhum, dhe mos i ngarkani me punë shka s'munën i mbajt. Apo? Ja ka ngarkua i punëtorit vet, thot mama këtë duqanin në shpinë. Apo? A jam të të majtë, 10.000 denar, Allah. Thot kushtë jam sot 10.000 denar. Munot me talë trunin e punëtorit. 10.000 denar, thot jam të t'i dhanën e. Kush me ti t'ja 10.000 denara?
Ti ki met halli jot më arron dikujt 10.000 denara. Po jo be jo, Allah ja po ti je veç një zullumçar, kur gjatë tjetër. Ti veç prit me dekën me një xhenem, çka kaç. Sa prej shefave, thot unë e maj me buk, unë e maj me ujë. Çka e mund ti? Ti kush ma ti? E ti kush ma? Ai çfarë pikë vëzën na vin? Pi punëtorëve. Ai çfarë derexhet ulta prej shefave, çfarë fjalë, apo? Prej sharjeve, ofendimeve. Apo, si dush thot çka, si mos dush ec. A tjetri vjen si kabadai dhe thot, o gjë s'po ka be punëtor të hajrit, se ki ka zbrit pi xheneti ki shefi. Ka zbrit pi xheneti është asë në gjenë punëtor të hajrit, apo? Me sa i datë punëtor, vëlla? Me 6.000 denar ta shtrydhësh për t'ja nxjerrësh takatin e funit, ha? Edhe ja mat minutin, ha? A thot, një orën e funit s'punon hiçki. Apo, andaj njëri u pyet edhe tha, pi shefave, tha, e thirin i dos të vetën i tha, këshiri këto punëtorët e mi, që i shbohon këshe po punojnë. Edhe e thiri njëri punëtorë, esë vetë, tha, pse be bosh këshe po punon, dhe me këti vetë që tu maru që i tu punue. E i tha këti dosti tjetër, tha, sikur që ki marohet që na pagun. Apo, na shtirëmi që po punojna, sikur që ki shtirës që po na pagun. Apo, sikur ti që shta bajsh të bohot. Apo, e aj që ka paguhet punon. Apo, aj që ka paguhet punon. A dhe i tha alej salatu e selam, mos i ngarkoni shka zbahat. S'munët dhe bate, nuk ka hajvana, e njeri. Apo, punëtori jema, s'kiti kur shkon. Allahu ja ka shkujt ketëve rizkun, po veç jetë ftyra e dikujna i nëzijit. Pasaj tha alej salatu e selam, e nëse i ngarkoni, ki nevoj, me ngarku, shka me ba, je punëtori jem, a dhe tha alej salatu e selam, fa a inuhum, nimon juni, një pun shka së ne ban një njeri, haram e kimi thonë, një pun shka e bojnë dy njerëzi, haram e kimi thonë njanit. Hajsa shkush e be edhe njanit. E ka qelë njeri duqan, apo edhe munohet me një punëtor, ketë një sos, po nuk sosët me ketë, Allah. A njani e ka një detir, a tjetër e ka një detir, a ma ki thot, qishën e 10 roga mi dhana, apo, se këti nuk i del kur gjo, këtë dunjaj me edhe nuk i del kur gjo, po 10 roga, atër hejtë gjithë shka në regull. Dhe kjo është nërziloku, thale i salatëzam, e nëse i ngarkani, ndihmojuni, nëse një punë e sosin 10 veta, qështë ta sosë e bëgjuna i vetë? Si ta sosa i njeri vetë? Vallaj, shpesh angohën për të rëthot, o gjo, kjo punë nuk bëhet me vetëve, kjo punë bëhet për 5 veta, apo do të ki kooperacijën e këtë madhe, apo, e na, nuk të jena t'i unë gja pak kinezve, apo Allah i shalë në përmison të gjithve. Në kinë e lezohën një studim, që ka ndalë tash, në kinë e di shka e në të bëhet të ndërrua lezën, në kinë, se kinë janë ateista, qafirat të lojt matran, s'ka si ata. E që kam bo, për me kanë, se komunist do më thonë ekonomist Iran, i përpikt, ka thonë, pse me hargju be vëlla? Allah ju ndërovë, i ashqitin shka e nxerin, e paketojnë, edhe e shesin. Se ky shka e ka qitë i ashqitin, e ka trupin e shnetshëm, kitë vitamina ajo. Nuk jam duka dhu palavra, studime, hinë, ledzoj, lej pa ashqitet e kshef. E na, kujnë e të në gjësu, subhanallah i ladhi? Kooperaci, shtridhje, po e dunjoja me e madhe, vallaj dunjoja e madhe. Na kena me dek, po kanë me hangë më rata që ka këmë në armas neve, po nuk ka baki ameti, ja po. Mos i subon Covid zbat, edhe pak nuk bat. Mos i subon se disa e prunën kiametin kur erë korona. Po jo, Allah e din kur bat kiameti. Shtrinju, banu i gjallë. Andaj shka i tha pejgamberi alayhis salam, nanës gryjes Gjaferit, nanës e evlatëve të Gjaferit. A qish be a, fukarallëk i ditu të sha. Jo be, s'ka fukarallëk. Po mësa mu tot për tjetër shkaje, fitneve, sprovave të qësësat nuk ka përdijen edhe nuk ka përcejen. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi alaihi salatu wassalam, nga Abi Huraira ka thënë alaihi salatu wassalam, lil mamluki ta'amu wa kiswatu wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiq. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, izmeqari, robi, argati, i takon me ushqyje, i takon me vesh, edhe nuk e ka të lejuar me ngarku pi punës ka s'ka takat me e ba. Kjo është e drejta e punëtorit, kjo është e drejta e argatit. Zgudzon beti me ngarku më shumë se sa mune. Hadithin e ka transmetuar Imam Muslimi.